Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 16 të prillit, për ne kjo ditë bie enjte dhe është enjte e ndritshme, pra ne të Krishterë Ortodoks vazhdojmë të festojmë ditën e Pashkës, sepse gjithjava e ndritshme është si një ditë, dhe Kisha Ortodokse na afron të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, në kapitullin 2, vargu 38 deri në vargun 43, ku na flitet se si apostulli Petro në emër të gjithë apostujve i frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë nxit turmën që kishte thënë për Krishtin kryqëzoje, por tashmë kishte vrasje ndërgjegje dhe i nxit që ata të pendohen dhe të pagëzohen në emër të Jesu Krishtit. Më konkretisht, ne lexojmë dhe na thuhet, atëre Petro u tha atyre: pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jesu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i therras. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe ndisë duke thënë: shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur. Dhe ata që pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Ata ishin ngulmus në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Dhe të gjithëve u kishte hyrë druajtja dhe shumë shenja mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Pra, apostulli Petro, i ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë, i trimëruar, i urtësuar në mënyrë shumë teologjike, po dhe me shumë kurajo, i nxit njerëzit që ishin tërhequr nga dëshmia e apostullit Petros që të pendohen dhe të pagëzohen në emër të Jesu Krishtit. Çfarë është pendimi? Pendimi nuk do të thotë një ndjenjë thjesht keqardhje ose thjesht të thuash një më fal, por pendimi është një ndryshim i zemrës, një kthim nga rruga e gabuar. Është hapi i parë i kthimit drejt Zotit. Por nuk mjafton vetëm pendimi për shpëtim, sepse pendimi në farë mënyrë ndryshon drejtimin ton nga kundra që është mëkati në drejt Zotit që është pendimi, por të bashkohesh me Perëndin duhet që të pagëzohesh në emër të Jesu Krishtit për faljen e mëkateve. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ishte një urdhëres që e tha vetë Zoti Jesu Krisht i ngjallur tek apostujt. Shkoni në gjithë botën dhe predikoni lajmin e mirë. Kush do besojë dhe do pagëzohet në emër të Atit, Birit e Shpirtit të Shenjtë, do të shpëtojë. Kush nuk do besojë dhe patjetër nuk do pagëzohet, do të dënohet. Kështu që pagëzimi është kush shpëtimi, sepse vetëm nëpërmjet pagëzimit bëhet falja e mëkateve, si të mëkatit së gjyshor, pra atë që trashëgojmë nga Adami dhe pasojat e këtij mëkati, por dhe për mëkateve tona personale. Kështu që nëpërmjet pagëzimit që është vdekja dhe ngjallja në Krishtin, siç thotë apostulli Pavli, neve na falen mëkatet dhe fillojmë një jetë të re me Krishtin e ngjallur. Por mbas pagëzimit, që është pastrim i qenies tonë mendore, shpirtërore, trupore, vjen edhe dhurata e Shpirtit Shenjtë. Pra, ne mbushemi me Shpirtin e Shenjtë. Kjo është arsye që në kishën tonë ortodokse, brenda një shërbese kryen dy mistere, misteri i pagëzimit në emër të Jesu Krishtit ose në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit Shenjtë, dhe misteri i mirosjes, pra mbas pagëzimit vjen edhe Shpirti i Shenjtë. Pagëzimi është pastrim, ndriçim dhe shenjtërim dhe mirosja është vul, pra na bën krishtër ose bita adaptuar të Perëndisë. Po ashtu në vargun 39 që ne lexuam, thuhet se premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i therras. Pra, apostulli Petro nxit ata që ishin mbledhur në Izrael, në Jeruzalem më konkretisht, që ishin nga diaspora e ndryshme e izraelitëve, por jo vetëm izraelitët, por të gjithë njerëzit në kohë dhe në hapësirë, pra ata vetë, fëmijët e tyre, dhe për gjithë ata që ishin afër dhe larg, për të gjithë thash popujt, që të gjithë duhet të pranonin dëshminë apostolike për Krishtin e kryqëzuar, të varrosur por të ngjallur, që duke pagëzuar në emër të Jesu Krishtit që është vdekje dhe ngjallje në Krishtin, dhe ata të merrin Shpirtin e Shenjtë. Pra, kjo është një premtim për të gjithë. Kjo është arsye që Kisha
Katolike Apostolike Ortodokse është e shtrirë në kodhe në hapësirë dhe të gjithë popujve, racave, gjuhëve, gjinive ju jep dëshminë e Krishtit të kryqëzuar dhe të ngjallur dhe i nxit që të pendohen dhe të pagëzohen në emër të Jesu Krishtit ose në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë, që të marrin jo vetëm faljen e mëkateve, por dhe dhuratën e Shpirtit Shenjtë, pra të marrin hirin e adoptimit. Dhe në vargun 40 na thuhet dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe i nxiste duke thënë shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur. Pra, mënyra për të shpëtuar nga brezi i çoroditur, nga brezi mëkatar që i ri kundra Perëndis, nuk është vetëm një distancim moral shoqëror, por është pendim dhe bashkim me Perëndin në emër të Isu Krishtit, që bëhet me anë të misterit të pagëzimit dhe marrjes së Shpirtit të Perëndis, që bëhet me anë të misterit të mirosjes. Dhe në vargun 41 që lexuam, na thuhet se ata që e pranuan fjalën me gëzim, pra dëshminë e apostullit Petrus, ata u pagëzuan dhe në atë ditë u pagëzuan rreth 3000 veta. Në këtë ditë që është dita e Pentekostit, kemi dhe ditëlindjen e Kishës Katolike Apostolike Ortodokse. Pra ata 3000 veta ishin, si them, fruti i parë i korur nga Perëndia nëpërmjet dëshmisë apostolike dhe me misterin e pagëzimit dhe zbritjes së Shpirtit Shenjtë ose dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Kështu që nga ajo ditë deri më sot dhe deri në fund Kisha Katolike Apostolike Ortodokse vazhdon në këtë mision që të nxjisë njerëzit të pendohen, të bashkohen me Perëndin nëpërmjet pagëzimin në emër të Jesu Krishtit ose në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, duke marrë Shpirtin e Shenjtë si një dhuratë prej së larti. Dhe po ashtu në vargun 42 ne lexojmë ata ishin gulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Pra, komuniteti i parë i krishterë që u krijuar në Jeruzalem ishin gulmues në zbatimin e mësimit të apostujve. Ata për ditë ushqeshin me fjalën e apostujve, pra me predikimin, një praktikë që Kisha Ortodokse e ka, duke u përpjekur në të gjitha hapësirat që jepet, sidomos në liturgjinë hynore, që të kemi edhe predikimin, sepse një liturgji hynore pa predikim është e mangët, por jo vetëm në mësimin e apostujve dhe në mbledhjen komunitare ose mbledhjen liturgjike, por në misterin më të madh që ka Kisha në thyrjen e bukës, që është kungata hynore, sipas urdhit që Zoti i tha apostujve, shkoni bëni këtë në përkujtimin tim. Pra, atë që kryevi Zoti Krisht në darkën mistike, që mori bukën e bekoi, tha merrni ani, ky është trupi im, pastaj kupën me verë, bekoi, merrni pini, ky është gjaku im. Të njëjtën gjë bën dhe Kisha Katolike Apostolike Ortodokse tek populli ose komuniteti i mbledhur në lutjen liturgjike, sepse kjo na bashkon me Krishtin, na bën një mish dhe një gjak me Krishtin. Dhe në vargun 43 na thuhet dhe gjithë e kishte hyrë druajtja dhe shumë shenja mrekulli bëshin nga dora e apostujve. Patjetër që të gjithë njerëzit që dëgjonin dëshminë apostolike, por dhe mrekullitë e apostujve, ata kishin një druajtje të shenjtë, një frikë të shenjtë, dhe frika e Perëndisë është fillimi i diturisë. Pra, prania e Perëndisë shoqërohet me respekt të thellë dhe me veprime të fuqishme. Kjo është ajo çfarë edhe ndjejmë kur hym në një kishë, aq më tepër kur marrim pjesë në shërbesa dhe në liturgjinë hynore, qëndrojmë me frikë Perëndie dhe aty shikojmë mrekullitë e Perëndisë që bëhen në mënyrë personale ose dhe publike. Të dashur dëgjues dhe ata që na shikojnë, duhet dim se pagëzimi është një domosdoshmëri për shpëtim, pra nuk është thjesht një ceremoni, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse në kishën tonë ortodokse ne japim një rëndësi shumë të veçantë pagëzimit dhe kjo është një dëshmi që bëhet që nga shekujt e parë. Për shembull, etrit e hershëm, flasim shekulli i parë dhe i katër, japin dëshmitë më të vjetra në lidhje me domosdoshmërinë e pagëzimit. Për shembull, Justin Martiri, flasim në vitin 150 pas Krishtit, ai mësonte njerëzit duhet të mësojnë, pra të katekizohen dhe pastaj të pagëzohen. Dhe pagëzimi quhet ndriçim. Dhe pagëzimi lidhet me shpëtimin personal. Vetëm nëpërmjet pagëzimit ne na falin mëkati, si i trashëguar, të gjyshor dhe mëkatet
personale. Dhe këtu bëhet fjalë edhe për foshnjat, edhe pse foshnjat nuk kanë mëkate personale, ato kanë mëkatin sëgjëshor. Patjetër që është e domosdoshme që të pagëzohen, sepse në qoftë se një foshnjë vdes me mëkatin sëgjëshor, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Zotit. Nuk është se dënohet në vuajtjet e ferrit, por nuk hyn në mbretërinë e Zotit, prandaj duhet që edhe një foshnjë të shlyhet ose të shfaqsohet nga mëkati sëgjëshor, duhet patjetër të pagëzohet. Kjo është arsyeja që kisha fton prindrit të pagëzojnë fëmijët e vegjël, foshnjat, dhe përgjegjësinë për paraqitjen ose dëshminë e foshnjës në besimin se foshja nuk mund ta shprehë, e shpreh nuni që merr angazhimin për edukimin shpirtëror dhe katekizues të fëmijës derisa ai të rritet. Prandaj edhe kisha nxit në pagëzimin e foshnjave. Shën Irineu i Lionit na thot, edhe foshnjat përfshihen në shpëtim, dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra edhe foshnjat duhet pagëzohen. Në librin e Veprave të Apostujve na tregon se apostulli Pavli pagëzoi familje, dhe në këto familje nuk ishte vetëm të rritur, por kishte edhe fëmijë. Shën Agustini i Hipos, një tjetër ati mall i kishës, thot pagëzimi fal mëkatin fillestar ose stërgjëshor, foshnjat duhet të pagëzohen. Prandaj, kisha ortodokse nxit si apostulli Petro, jo vetëm pendimin për mëkatet, por edhe pagëzimin në emër të Jesu Krishtit ose në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, sepse ky është një urdhër ynor që dha Krishti i ngjallur tek apostujt, shkoni në gjithë botën dhe predikoni lajmin e mirë. Por kush do besojë dhe do pagëzohet në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, do të shpëtojë. Prandaj, të dashur të krishterë, por dhe ata që nuk janë të krishterë, duhet patjetër që neve të pendohemi për mëkatet tona që na ndajnë nga Zoti dhe na vdesin shpirtërisht, por dhe trupërisht, duhet të pagëzohemi në emër të Jesu Krishtit ose në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë që na falë mëkatet sëgjëshor dhe mëkatet personale, që të marrim shpirtin e Perëndis, vulën e Perëndis që na tregon bita adaptuar të Perëndis ose Krishtër. Dhe kështu ne jetojmë jetën e Krishtit të ngjallur në jetën tonë personale, jo vetëm për veten tonë, por si një dëshmi paskale edhe tek të tjerët. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë mirupafshim dhe përsëri përshëndesim njëri tjetrin me dëshminë ose përshëndetjen paskale, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.